Tifozët polak po e përjetojnë me optimizëm pragndeshjen ndaj Shqipërisë të vlefshme për play-offin e botrorit 2026, por disa ikona të futbollit vendas paralajmërojnë gjithnjë më shumë se ndaj kuqezinëve duhet kujdes maksimal, pasi ekziston mundësia një surprize. Këtë e mbështet edhe Marek Kuzminski, një nga ikonat e futbollit polak me 45 ndeshje me përfaqësuesen, i cili në një intervistë dhënë për Sportowe Fakti ka theksuar se tifozët duhet të jenë me këmbë në tokë. Nuk jam aq optimist, ndonse besoj te ky ekip, por ja vlen të ruhet logjika shëndosh në të gjitha gjërat. Vlen të përmendet se kemi një ekip mjaft të pabarabartë. Kemi Robert Lewandowskin, Piotr Zielinskin, Mehdi Kesh dhe dy qendërmbrojtës, Jan Bednarek dhe Jakub Kivior. Këto janë pikat e forta, sepse nuk po e llogaris Nikola Zalewskin për momentin, pasi ai është i pezulluar për ndeshjen kundër Shqipërisë për shkak të kartonëve të verdhë. Pra, mund të mbledhim më pak si gjysmën e një ekipi me pika të tilla të forta dhe të besueshme, ndërkohë Shqipëria ka një ekip shumë të ekuilibruar, pa yje si ne, por prapse shumë cilësor. Kombëtarja polake varet shumë nga lojtarët individual, veçanërisht Zielinski dhe Lewandowski për të luajtur mirë. Për më tepër imagjinoni që një nga qendërmbrojtësit e lartë përmendur të largohet nga skuadra për shkak të lëndimi ose pezullimesh, dhe ne jemi menjëherë në telashe serioze. Prandaj na duhen disa lojtarë të tjerë përtej liderëve që të ngrihen në lartësinë e situatës, të performojnë në maksimumin e tyre, dhe atëherë do të jemi një kërcëndim për cilin do nga këta tre kundërshtar, sepse besoj se ne si ekip kemi potencial më të madh futbollistik se Shqipëria, por edhe më të madh se Suedia apo Ukraina, tha Kuzminski, i cili pjesën më të madhe të karrierës së tij ka kaluar në futbollin italian, ku ka luajtur me klubet e Udinezes dhe Brescias. Ndeshja ndaj Shqipërisë padyshim ka marrë vëmendjen kryesore në mediat polake, ku ekspertë ndryshëm futbolli në fakt argumentojnë se ekipi vendas është favorit për të fituar këtë përballje të play-offit, por jo të gjithë e shohin me kaq eufori përballjen mes palëve. Një prej tyre që bën thirrje për kujdes është dhe ish trajneri i Polonisë, Antoni Pishnechek. Duke folur për Polsat Sport, ai ka theksuar se trajneri Jan Urban bënte mirë që përsëriste se rezultati kishte rëndësi më shumë se loja në këtë sfidë. Ne të gjithë dimë se çfarë është në lojë dhe trajneri sapo e tha me zë të lartë dhe mendoj se ka të drejtë të jetë kaq i sinqert, të shpreh çfarë ndjen dhe mendon. Ai ka përfituar nga eksperienca paraardhësve të tij, e ka parë se si janë gjykuar. Ai e di se kur ne ishim duke fituar, askush nuk akuzonte lojtarët se kanë luajtur dobët. Favorit, padyshim që ne jemi, por duhet gjithmonë të kesh një qasje me kujdes dhe respekt për kundërshtarin që ke përballë. Ja vlen që të bëjmë një përmbledhje të tillë. Nga 10 ndeshjet tona kundër Holandës, ne mund të fitojmë 1 apo 2, megjithatë, ne nuk e dim kurrë se kur mund të ndodhin. Dhe Shqipëria, duke u përballur me ne, mund të supozojë se do të humbas 6 herë, do të barazojë 2 dhe do të fitojë 2. Ndaj ne duhet të jemi vigjilent, pasi ne asnjëherë nuk e dim se kur kjo mund të na ndodhë, tha ish trajneri 83 vjeçar. Zbigniew Boniek, legjenda e futbollit polak, ka shpjeguar se e ka të pamundur të kuptojë situatën që po përjeton aktualisht përfaqësuesja e vendit të tij, pak ditë para ndeshjes ndaj Shqipërisë që vlen një bilet për finalen e play-offit për Kupën e Botës. Në një intervistë dhënë në mediat polake, ish sulmuesi i cili shkroi historinë me fanellën e Juventusit të Polonisë, ka kritikuar zgjedhjet e paqarta të trajnerit Jan Urban. Vëmendja e tij ishte sidomos te situata e Sebastian Valuskiewicz, për të cilin trajneri Urban shpjegoi se nuk ishte ftuar me që nuk ishte paraqitur në grumbullimin e nëntorit. Unë i referohem historisë së Valuskiewicz, nuk është e qartë se çfarë po ndodh. Ka dëshirë për ta ftuar, pastaj zbulohet se nuk ishte Jan ai që e ftoi, pastaj dikush tjetër nuk telefonoi. Nëse do të ishte nevoja për ta ftuar, ata duhet ta bënin një gjë të tillë dhe pastaj ka shumë biseda për të bërë, ndërsa krijohen histori të çuditshme. Ishte e panevojshme, sidomos për faktin se ishte zëvendës trajneri ai i cili kontaktoi më pas mediat. Kjo nuk është mënyra se si duhet të veprohet, është trajneri ai që komunikon, pjesa tjetër bën detyrën që u caktohet, tha Boniek për situatën e futbollistit të Sassuolos, i cili ishte lënë jashtë nga lista, dhe ai nuk është i vetmi. Sebastian po luan dhe duket mirë, por duke ndjekur Serie A, unë do të përmendja dikë tjetër. Piotrowski nuk ka qenë kurrë në një formë kaq të mirë sa është tani. Dhe kur ishte një futbollist më i dobët se sa është tani, ishte në formacionin titullar të ekipit përfaqësues të Polonisë. Është një paradoks, por është i qartë se Pri Bjerc e shite atë në një mënyrë të ndryshme nga Urban,
tha Boniek në komentin për zgjedhjet e trajnerit të Polonisë për sfidën ndaj Shqipërisë. Trajneri Polonisë Jan Urban doli në konferencë për shtyp në krah të kapitenit Robert Lewandowski, ku foli për situatën aktuale të kombëtarja e tij në prag të duelit ndaj Shqipërisë, i vlefshëm për play-offin e botrorit. Këtë përballje Urban e vlerësoi si një nga më të rëndësishmet, teksa u shpreh: "Kjo është ndeshja më e rëndësishme për mua, kjo është një sfidë vendimtare për ne, që nga ndeshja e parë në drejtimin tim nuk ka ndodhur asgjë që na bëj të dyshojmë se ekipi është më i bashkuar. Botërori, nuk më pëlqen të kthehem siç ishin gjërat. Në kohën time ishte më e vështirë të arrije finalet. Gjithmonë ndihemi trishtuar që kaq shumë ekipe mund të luajnë në Kupën e Botës ose në kampionatin evropian, dhe jam shumë i lumtur që pata mundësinë të luaja në Kupën e Botës." Shtyllat e ekipit. Shpresat e mia i mbështes te ekipi. Shumica e lojtarëve luajnë për klubet e tyre, kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ruajmë një ritëm ndeshjeje, po funksionojmë mirë si ekip. Aspekti atletik nuk duket të jetë problem. Gjatë kohës që unë kam qenë trajner nuk ka pasur shumë ndryshime midis lojtarëve. Talenti i 17 vjeçar Pietrushevski që luan te Porto. Është e mundur që ai të luajë në formacionin titullar, por nuk është domosdoshmërisht kështu. Nuk kam asgjë për të fshehur si trajner i ekipit kombëtar. Nëse duhet të flas hapur për vendimet e mia, e bëj. Gjithsesi, nuk mund t'i kënaq të gjithë. Për Berezinskin dhe Gruzgiçkin. Këta janë lojtarë të këtë cilët mund të mbështetem, ata mund të ndihmojnë në dhomat e zhveshjes me përvojën e tyre, nuk mund ta blesh këtë. Kjo do të jetë gjithmonë e dobishme për lojtarët e rinj. Ata e kuptojnë se ky mund të jetë fundi i karrierës së tyre në ekipin kombëtar. Unë mbështetem te eksperjenca e tyre për të ndihmuar në momente të vështira dhe për të bërë pjesën e tyre në dhomat e zhveshjes. Vlerësimi për Shqipërinë. Të luash kundër kësaj skuadre ka qenë gjithmonë e vështirë. Kundërshtarët kanë potencial më të madh se vetë skuadra. Lojtarët që luajnë këtu në vitin 2023 janë zhvilluar. Skuadra është shumë e fortë dhe ne kemi avantazhin e ndeshjes në shtëpi. Në mbrojtje ata janë shumë të fortë. Është e vështirë të krijosh raste kundër tyre. E gjitha kjo vjen në kurrizë të lojës sulmuese. Shpesh është një kompromis. Duhet të merremi me pikat e tyre të forta. Duhet të luajmë një nga ndeshjet tona më të mira për të imposhtur. Le të luajmë më të mirën tonë dhe të fitojmë. Portieri. Mendova se gjërat po ndërlikoheshin për ne. Mendoj se Skorupski do të ishte ai që do të mbronte Portën. Nuk kemi shumë përvojë në ekipin kombëtar tani. Portierët aktual janë ende duke u zhvilluar. Le të shpresojmë se do ta bëjmë siç duhet. Milik. E dim si ishte gjendja e tij shëndetësore, nuk mund të heqim dorë nga lojtarë të tillë, po kemi vështirësi të zgjedhim sulmues. Objektivi. Po e trajtojmë gjithçka si një ndeshje me dy ndeshje, po i monitorojmë të gjithë lojtarët tanë, suedezët dhe ukrainasit. Nuk do të ketë kohë për këtë më vonë. Për momentin po përqendrohemi te Shqipëria. Nuk do të ketë asnjë fjalë për ndonjë kundërshtar të mundshëm. Qëllimi është të kualifikohemi për kampionatin botror. Ne duam të fitojmë, secili ka stilin e vet të funksionimit. Nuk po bëjmë asgjë të veçantë tani për tani. Ajo që kemi bërë deri më tani ka qenë mirë. Nuk do të ndryshojmë gjërat dhe të jemi të pasigurt nëse ato do të bëjnë ndonjë ndryshim. Po ecim përpara, duke ecur përpara. Mendoj se stabiliteti është gjithmonë një gjë e mirë. Idetë e reja nuk janë të këqija, por kërkojnë kohë. Nëse shihni përparim, është në rregull, përfundoi trajneri polonis.